sepse në moment që përfitohet nga buxheti i shtetit që provohet gjatë hetimit që ti ke bërë këtë veprim, se ke bërë kohë që jepja tenderin ti, ta se du me i boner, këtu nuk bëhet fjalë çështje nderi, por këtu bëhet fjalë që një tender me shumë shifra dhe aq më tepër kemi të bëjmë me kadastr, sepse pse është i rëndësishëm tenderi i kadastrës. Tenderi i kadastrës është shumë i rëndësishëm sepse disponon pronat e gjithë shqiptarëve. Disponon pronat e Bregdetit. Po hetohet si fraksion, thamë, no? Po pra, si fraksion. Po hetohet veç edhe kjo. Ky tender kryesor na del me virus shumë të rëndë. Pra, pronat e shqiptarëve janë bërë me hile t'i marrë ky. Pra, duhet hetohet pse i ka marrë këtë tender, pra nuk bëhet fjalë, për mendimin tim, s'duhet bëhet fjalë që shkel barazien tendera. Por me këtë tender, ku kanë shkuar dhënat e shqiptarëve, dhënat e pronave? Sepse AIDA kanë dalë dhënat personalet shqiptarëve, numri personal janë hakruar nga iranianët. Tani, po na rezulton që edhe pronat kanë ikur, po na rezulton që edhe nga vetingu janë deformuar dhënat, tani, me deduksion quhet kjo, Romeo di është juristi vjetër, kur ti e ke bërë për vetingu këtë punë, e ke bërë për rastet tjera, sa të dush. Pra në rastet caktuara është prona boshat, fillon bëhet hoteli ose bëhet objekti aty, kur shkon ka tetë aty, i thu pronari tokës atë hikset... Moraj për të më shkon burë, thot ma merë pronë fare, ma i si jemë, qërë këtë gëjmë tjetër. Tani, duen... Ja, po sharant kjo, si për më shkon burë... Ma qokë e kushuriri, mjafton më sa kema emrin atje. Duen parë, se kjo lloj forme elektronike, sepse tashi... Ka laj që se majnë hajdutët, që folë? Kush do ta maj përgjithësinë se s'ke as operator fare aty pra shet në sistem, ajo, ai e kontrollon sistemin e ço këtu e ço aty, prandaj kjo duhet parë konkretisht dhe me ngjarje konkrete të palë se s'mund të hetohen gjithë. Është shumë e vështirë, por të patën rastet kryesore, tokat e Bregdetit, për shembull si është bokthimi i përgjithshëm, ato duhen të verifikohen sepse nuk ma do menja të bëjnë fjalë për një pronë korrupt për shembull që zihen me njëri tjetrin. Bëhet fjalë për pronat të cilat kanë vlerë. Dhe marrja e kësaj nuk duhet parë thjesht në tender, që mori ky këtë tender, por cili ka qenë qëllimi mas këtij tenderi? Qëllimi ka qenë plus marrja e parë, se i morin dhe i dorën e parë, e morin kur bëhet tender, dhe dorë e dytë është komandimi i dhënave të kadrasës shqiptare, qoftë interesave personal, por pse jo dhe të jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Pra ti nuk e ke të sigurt këtë. Aq më tepër që ta thot një zvënës drejtor, një i brendshëm, thot një diçka, shiko, kjo ka ndodhur kështu, pra kjo është një çështje, por mua është më e rëndësishme se tenderi 40 milion euro të çokoladës. Sepse edhe ajo është dëmtu 40 milion euro, kurse këtu neve shohim, këtu duhet parë lidhja, këtu është tamam ajo kryqëzimi, si thosh që duhet shihet se çfarë përgjigjesh janë kthyer në lidhje me pronat caktuara.